unë kam hyrë Pentagon, edhe pa qenë kryeministër. Pra kur Ramush Haradinaj s'ka kalun çfarë do skaneri. Kam dëgjuar shumë, kemi dëgjuar në fakt për rrethit ngushtë që ju jeni pritur në Pentagon në një mënyrë të jashtëzakonshme, ndoshta pa disa kontrolle primare, pa protokoll ose shumë i nderuar në fakt. Si ja keni dalë ta merrni gjithatë besim në një qendër të tillë? Kur kam qenë kryetar qeverie, është një ngjarje historike, po mbetet në historinë e shqiptarëve që kryeministri i Kosovës është prit në Pentagon, edhe sekretari i mbrojtjes ka dalë, ka prit në barr jashtë krejt Pentagonit, përfosh ja ka beku ligjet për ushtrinë, e ka përcjell duke ja mbajtur çadrën deri te makina e tij, ambasadës tonë atje. Kjo është një ngjarje e vërtetë si kryeministër. Mirë po, unë kam hyrë në Pentagon, edhe pa qenë kryeministër. Dikur kam qenë se në Amerikë një herë kryeministër, edhe kryeministër më thirrin gjithkohën, kam hyrë në Pentagon çdo herë me status privilegjuar që as ata që punojnë aty se kanë. Pra kur Ramush Haradinaj s'ka kalun çfarë do skaneri, si kanë jap një ID, aty me dhonë ti një ID me marr atë. A rrjedh kjo prej kohës të luftës apo? Po, gjithsesi. Prej asaj periudhe, njohja është ata e quajnë clearance. Pra, ma kanë dhënë ata, si me thonë, verifikimin e më të lartë të sigurisë. Edhe unë hyj aty, gjithë ata që punojnë aty, çfarë do grade që kanë, kur shkojnë në vend punës, ata e japin ID-n, e marrin ID-n e asaj dite ose ID-n e objektit edhe hynë mbrapa. Unë kaloj nëpër të Pitkuq, edhe tash vonë kur ishim, isha me 2 kolegë që e panë atë realitet, mu marrin para objektit, dalim në prit, ecim drejt në vendin ku shkojmë, edhe ndori kemi dhuratat tona të Kosovës, po kjo është edhe në Departament Shtetit, kështu. Po ka diçka. Domethënë keni dyert e hapura